Zaid është një fondacion tjetër që është prej Emirateve të Bashkuara Arabe. Këto kena rroba, po janë kryesisht dimrit, tash në sezonin e dimrit, i shpërndajmë, po këto kena çu edhe nëpër burgje, sepse ka të burgosën që nuk shkojnë me vizitu familja. Emi, që tash kjo është, për shembull, që është një jakne. Qëre tani është a mujna me hap, as mujna me hap? Po, ma, për fëmijë kjo. Këj treja. Ma e shtot është, mas janë njëse. Qëre. Ka dhe për të rritën, ka pijama, ka dorza, është një batanije. Dhe më thonë, atyne që janë antarë të shoqatës, që janë të antarësum, apo edhe... Qëto i kena qunë për, këto që kanë me numrat në dhaj, i kena qunë për burgje. Ka të burgosën që nuk shkojnë me vizitu familjet, aty një nevojitën rroba e sane, na jena kujdes. Kena qenë në burgun e Smrekovnicës, Lipjanit edhe në Hajvali që është burgu. Do më thonë shtetëror që është. Të dashur shikues, tash jemi në vendin e në depon e shumë ushqimeve, po ndër të tjera pesho edhe këtë foto që po na bën me kuptu që ka grur edhe është mbledh këtu zekati i grurit. A po na fol pak për që depo se... Për këti objektit që na tash vizitum disa sektor është edhe depoja kjo e ushqimoreve që quajmë ne. Këta që po e shohim këtë poster për para këtu, si vjetë ka qenë një diçka shumë e jashtëzakonshme që ka ndodhur në shoqatën tonë, kur disa besimtarë, disa njerëz të vullnetit mirë, kanë mbjell aren, kanë korrë edhe krejt komplet kanë financu qatë shpenzim, edhe komplet çka ka përfitu për i qasoj are kanë dhuru në shoqatën Bereqeti. Vetëm në komunën e Lipjanit, kena pas mbi 20.000 kg grur, të cilët njerëzit e vullnetit mirë që i kanë punu aren, i kanë mbjell, i kanë korrë dhe gjithë e kanë dhuru të ne. Kështu që me shumë kënaqësi e hapim këta që kemi besimtar, kemi njerëz, donator në Kosovë të cilët krejt punën e bojnë në aren e vetë edhe gjithë komplet e dhurojnë për humanitet. Kështu kanë vepruar edhe disa donatorë të shoqatës Bereqeti me këtë aksionin që e kemi na tradicional